Prej disa ditësh, minatorët e fabrikës së Bakrit në Spaç të Mirditës kanë bllokuar punën duke protestuar për kushte dhe paga më të mira. Rreth 70 punëtor bllokuan hyrjen e objektit duke penguar lëvizjen e automjeteve të kompanisë. Për të shmangur tensionet, ka ndërhyrë Blut e Mirditës. Në ndihmë të tyre ishin edhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Protesta u shoqërua edhe me përplasje mes minatorëve dhe forcave të policisë, e cila tentoi që të hapë rrugën për daljen nga kantieri të drejtuesve të kompanisë Tet Albania. 3 persona u shoqëruan nga policia, ndërsa disa të tjerë janë proceduar penalisht. Minatorët tonë se prej muajsh kanë ngritur shqetësimet për mungesën e sigurisë në galeri dhe për pagat që nuk përputhen me vështirësinë e punës që kryejnë. Ata paralajmërojnë se protesta do vijojë derisa kërkesat e tyre të merren parasysh. Kompania Tet Albania me kapital turk ka reaguar duke mohuar akuzat për shkeljen e të drejtave të punëtorëve. Në një deklaratë zyrtare ajo shprehet se është e gatshme për dialog, por sindikata nuk ka dorëzuar dokumentacionin e nevojshëm për zhvillimin e takimeve zyrtare. Këtë mërkur ka patur një tjetër tentativ për të ulur në tryez minatorët dhe kompaninë dhe për të negociuar një marrëveshje që do i hap rrugë nisjes së punës, por nuk ka ende një zgjidhje.